Fatkeqësisht unë s'kam pa ndonjë lëvizje që me prit në ndonjë ndryshim ato që e presin qytetarët e Kosovës. Vazhdo një papërgjegjësi, besoj unë, e forcave politike për të ulur për të bërë një marrëveshje politike, një marrëveshje e cila do t'i jepte mundësi vendit me pas institucione, për të pasur një shumicë parlamentare. Mendoj që si duhet i flet thirr përgjegjësisë vet. Forca tjera politike në Kosovë nuk ka janë këtu që janë. Në çfarëdo procesi dhe nesër zgjedhjet do të jenë të njëjta forca politike. Dhe rruga e vetme që Kosova si shtet serioz ose të bëhet serioz është përmes së bisedimeve dhe marrëveshjeve politike që pastaj partnerët e zgjedhin njëri tjetrin. Dhe kështu të përfundoj kjo situatë pa kuptim. Kosovën e presin shumë punë, shumë të lashe, shumë probleme. Tash më tepër se 6 muaj ne nuk kemi një qeveri efektive. Njerëzit kanë nevojë. Vendi ka nevojë. Ne presim projekte, ne presim punë të mëdha, agjenda. Kosovën e presin, si më thon, dinamika të reja të zhvillimeve. Dhe unë ftoj që të largohen nga egot personale, politike, ku ta diun tash të ketë parasyshme. Dhe të fillohet të përmbushet mandati që kanë qytetarët e Kosovës. Zotëri Lima, keni pas ftesë prej ndonjëherë prej subjekteve politike për mu taku pas parasysh që ju si nisma i keni të paktën 3 Tani për tani nuk ka ndonjë hap konkret, serioz, përveç ato që kemi pa nëpër media, propozime, po hap konkret dhe ftesë rreth atyre propozimeve nisma nuk ka pasur. Natyrisht ne jemi të gatshëm të japim kontributin tonë për aq sa kemi mundësi dhe fuqi politike, po ju duhet ta dini, janë forca të mëdha politike që kanë përgjegjësinë kryesore për t'i dhënë një rrugë zgjidhje. Ata kanë mundësi, ose si më thonë kanë qelsi për t'i dhënë një zgjidhje. Faleminderit.